2. Kam një legjendar, si që është Esenini, kam dhe një poet të ri, i cili me shumë dashuri më kërkoi që t'ja lexoja materialin ditën e sotme. Vërtet? Po, quhet Rinald Caso, edhe ka shkruar një material shumë interesant të përmbledhur në 3 strofa. Do më thënë ti do 2 kafe tani. Jo, vetëm një. Okej, mirë, profesor. Si të kesh shef. Gjithsesi unë ndeza. Ndizë Gjani Veizi dhe ja këputja ato tela. Sergej Esenin, mund që nesër të dua një tjetër, thot, është me dashuri. Mbrëmja, vetullat ngrysi. Se të shkua i hingëllin në obor, nuk po di. Dje na humbi rinia, më thuaj, dje u puthëm së fundi të dy? Trojke vonë gjgërhet, me nga dalë, jeta jonë asla gjurëm gjykund? Ndoshta nesër në shtratë spitalit do të prejem në paqe pa fund. Apo ndoshta pa pritur do të ndihemi shëruar e plot gjallëri dhe do të rritë mbaj vesh gjerë të shkrihem shushurim në qershive në shi. Do harroj që plak zemre më brejten, këta vite të turbull stuhish, o fytyrës e dashur, e shtrejnd, ndër kujtime veç ti do të më ndrish. Mund që nesër të dua një tjetër, po ta dish, dhe asaj ore qast veç për ty, për mikeshën e vjetër, i përmallur gjithë një do t'i flas. Do t'i flas për të bukurën kohë, kur ne shkrieshim në ëndra blu. Koka ime e krisur, moj kokë, kur t'u shkrep të më shpijesh kështu. Ky ishte Esenini Matilda, ndërkohë që po aq i talentuar se Esenini, kam përshtypjen është edhe Rinaldi, i cili ka shkruar Karficën. Është me 3 strofa, e shkurtër, por të shpon. Ti sot qave, më thej që jam një ngric, edhe prej inatit, se di se ç'po bëje, çpove gishtin me Karficë. Ti sot bërtite, gati sa nuk më the ik, ndërkohë që di ç'po bëje në përduar me një Karficë. Ti sot më urreve, se për mua e kot të duk çdo sakrificë. Të mundesh e di, do më kishe nxjerr syt me Karficë. Shpuse, godice, edhe kështu flet për një marrëdhënie mes një çifti i cili nuk i ka gjërat dhe aq mirë. Megjithatë, në fakt i meritoja 2 kafe, po do ta bëjmë më vonë. E përshëndesim Rinaldin, për sa kohë Eseninin nuk e përshëndesim dot. Dhe gjithsesi Eseninit ja sjellim vëmendje.